Në diskursin publik perëndimor të dekadave të fundit është konsoliduar një paradoks i rrezikshëm. Mbështetja pa kushtëzuar për Izraelin paraqitet si filosemitizëm, ndërsa çdo kritik ndaj tij etiketohet si antisemitizëm. Sipas profesorit Joseph Massad, kjo përmbysje nuk është aksidentale, por rezultati një projekti ideologjik të qëllimshëm. Narrativa dominuese e sotme e paraqet antisionizmin si fenomen të ri, radikal dhe armiqësor ndaj hebrejve. Pra, antisionizmi paraqitet si antisemitizëm, ndërsa elitat sioniste kanë përdorur këtë të fundit si mjet për arritjen e objektivave të tyre. Nga sionizmi protestant i shekullit 16 që synonte zbrazjen e Europës nga hebrejt, te Theodor Herzli, i cili e shihte antisemitizmin si forcë të dobishme, ideologjia sioniste ka ndarë objektiva me antisemitët, largimin e hebrejve nga Europa. Herzli i konsideronte shtetet antisemite si aleat natyral të projektit sionist dhe vetë përdorte hapur gjuhë antisemite ndaj hebrejve.